tjetër. Tani, domethënë klinika jonë ose themi shtëpia e shëndetit, kështu e quajmë ne, do ta shpjegoj edhe çik më thellë konceptin pse e quajmë tek kështu. Kemi pasur për parasysh që mos ta bëjmë shumë sterile. Domethënë ideja ka qenë që kur hyn brenda mos kesh atë përshtypjen sikur je po hyn në një klinik. Por më shumë domethënë në një vend ku ndjesh mirë edhe bëhet një gjë domethënë për shëndetin tënd, domethënë preventive. Prandaj mi orientuar çik më shumë hotelerisë, kështu edhe ngjyrat domethënë që kemi zgjedhur të kohës tanishme, domethënë më shumë në tonë gri, më shumë elemente të drurit. Do të thotë këtë recepcioni janë rrethuar edhe të gjithë dhomat e punimit të terapisë tonë. Është që nga në të vërtet një ambient ku nuk ndihesh i sëmur, do thoja. Po, ku njeriu vjen me kënaqësi, unë po shikoj edhe një tjetër ambient, që nga një kafene e vogël. Po, si shqiptar një kafe pa nuk mund të kalojmë domethënë. Çfarë na vim një kafe edhe ne. Po, ju tregoj. Okej. Atëherë, ideja ka qenë domethënë që në klinikë të jetë edhe një mundësi ku njerëzit jo vetëm të bëjnë preventiv për sëmundjet e tyre, domethënë por ama ose problemet që kanë, por ama të kenë edhe një farë themi në anën psikologjike të takojnë një pikë takimi ku mund të bëjnë një muhabet, domethënë të kalojnë kohën me njëri tjetrin. Edhe këtë shikojmë neve domethënë si në aktiviteti fizik, po ashtu edhe aktiviteti ose preventivja e anës psiqike.